Aulona vazhdoi i qëndroi mendimit të saj dhe deklaratës që ka bërë dikur, pra një personazh publik mund të ketë një vend sigurisht në televizion, por sipas logjikës së saj nuk mendon Aulona që mund të jetë një, si më thon, main host, pra i një programi ku ka tema, ku ka personalitete të ndryshëm të ftuar, edhe ku gjuha duhet jetë më e qartë në komunikim. Si e pat ju, është komentuar shumë kjo përballje dhe ky takim. Me thënë të drejtën, nga të dyja gocat pash goxha ngrotësi kishte. Qytetarin komunikim, okej, mund t'jenë hedhur, pra secila po mbronte idenë e vet, por këto përballjet televizive apo këto përballjet në studio, edhe kur ti ke një bif me dikë, janë shumë interesante, apo jo, Niko? Më pyet mua. Të pyeta, sa po të pyeta? Të freskët fare. Po more, po unë mendoj se duhet jetë sa më profesionist, duhet jenë të dyja palët. Profesionist që ta kalojnë gjën në një intervizë dhe jo ta kalojnë personale. Dhe mua dhe pjesët e mia, por edhe me gocat, kur e pash më duk se do me thënë, prisja, ato janë binjak shqiptar, prisja një luftë ndodhë aty. Jo, Aulona është, jo, Aulona nuk është natyrë konfliktuale. Jo, por është thëmbuese ndonjëherë. Por unë mendoj që nuk e ka pasur në sensin që mori flak rrjeti, edhe deklaratën që ka bërë. Jam i sigurt, jam i bindur për këtë gjë. Si natyrë. Jo, nuk e ka thënë për këtë gjë, se Aulona gjithmonë ka mbështetur njerëzit që, domethënë shqiptarët, e ka bërë me mua, e ka bërë me Plot, e ka bërë me Sara Kolamin, e ka bërë me shumë njerëz që kthehen dhe nisin karrierën, edhe nuk e kanë gjuhën. Mendoj se ka qenë një opinion base i nisur nga një pyetje. Me mua për shembull nuk ka qenë kaq për Aulona, domethënë duke ditur edhe gjuhën time se unë nuk kam lindur këtu, nuk jam rritur këtu, edhe unë edhe kam patur këtë pjesën e gjuhës. Këto komentet. Po, edhe deri vonë. Jo, akoma i kam ndonjëherë, domethënë nuk komentojnë kjo s'di shqip ose kjo s'di të flasi. Dhe të bën përshtypje se realisht secili ka karakteristikat e veta, siç thotë Benjanda, domethënë secili ka diçka speciale. Të kam speciale unë, që unë kam ardhur nga jashtë, kam pak theks, kam pak dialekt, po që kjo më personifikon. Mua Benjanda si personazh më pëlqen shumë, domethënë në sensin ka një dolçeca amore në ekran, por e gjithë situata u krijua nga një pyetje në një intervistë dhe po flite për televizionin publik shqiptar në fakt. Unë kam një pyetje për Lein, nuk e kam kuptuar kurse dhe unë kam marrë nga jashtë shtetit. Kur thuam kam këtë veçantinë këto, më fal, pse unë nuk e kam këtë veçantinë? Domethënë, pse disa njerëz nuk ma lodhin pak më shumë të pasmet për të mësuar pak më pastër gjuhën shqipe? Pse unë e mora këtë iniciativë kur e kisha dëshirë, ëndra ime më e madhe përveç që të bëhem një stilist, ishte që unë që futem botës televizionit. Pra i ka qenë një ëndër mbrapa në sirtar të koka ime. Pra nëse më shikon mua në fillim edhe një lej në fillim edhe tani kam përmirësim, kam shumë përmirësim. Edhe Benjanda, po ta shohësh nga fillimi deri tani, domethënë ka goxha përmirësim, nuk mund të themi që nuk ka përmirësim. Po mund të ishte përmirësuar më shumë, po, okay. Edhe unë mund të isha përmirësuar më shumë, po thjesht ti lej do merrje një program i cili është me tematika të ndryshme, me profesionistë të ndryshëm, për ta drejtuar edhe pa patur asnjë lloj ndrojtje drejt kësaj, pra me gjithë sigurinë që ke, edhe ti dhe Benjada, sigurisht që Benjada. Sigurisht që Benjada e ka bërë edhe në këtë fazë po, do merja një emision, nuk po them emision prime time, absolutisht jo, po do një emision me tematike të ndryshme, po, pse jo, do e merja përsipër. Për të shpjeguar gjuhën shqipe. Gjithmonë këtë pikpyetje kam pasur se nuk dua të gjykoj njerëz apo njerëz që nuk kam shumë miqe dhe ngre gishtin, e kam dhe tek Sara ime, te Sara Kolami që ka të njëjtin defekt. E ka me theksin grek. Nuk e pranoj dot të tjerët që e kam pak të vështirë, edhe unë kam pasur të vështirë dhe jam munduar të lexoj sa më shumë. Jo për treguar njerëzve që unë tani kam mësuar, po pse ngecin këto njerëz? Pse e mbajnë akoma këtë si gjë, ndoshta u pëlqen, Niko, që ta kenë këtë. Pelare i pëlqen. I pëlqen të jenë Këshilla Unides për mua ka thënë që mos e ndryshot folëren. Mua Lej më ka pëlqyer shumë në fillim, në fillimet e saj kur fliste gjysmë anglisht, gjysmë shqip,
I këpustën dhe një dialekt shkodre. Bajagi mirë jemi në këtë program. Bajagi mirë. Jemi bajagi mirë. Atë moment. Edhe mendoj që ishte shumë e veçantë në atë lloj komunikimi me Po mirë, publikun. ti që na pyetën neve, ti çfarë mendon për këtë gjë? A duhet një prezantuese që nuk e flet mirë shqipen të prezantojë një prime time emision? Prime time, po nuk e vendos unë, vendos Si ata që e kanë zgjedhur. Si e mendon ti? Unë mendoj që nëse është në një vend të caktuar dhe i është besuar diçka, do të thotë që të tjerë e kanë menduar që kanë parë diçka tjetër. Pra, jo atë gjuhën perfekte, le të themi që mund të shoh unë apo mund të kërkoj unë tek një prezantuese, se sot me gjithë këtë larmi dhe ngjyra që kemi në televizion, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë, secili ka një hapësirë të veçantë.